Del foto, ky është 48 vjeçari që u vra me thik në Kavaj. Konflikti ndodhi për një vend parkimi. Mediat kanë siguruar foton e 48 vjeçarit Skerdilajt Isufi, i cili u vra me thik pasditën e djeshme në Kavaj. Shkak për konfliktin mësohet jetë bërë një vend parkimi. Autori Land Puja Drejaj ka dalë nga shtëpia e tij dhe i ka kërkuar 48 vjeçarit që të largonte makinën. Ky i fundit ka refuzuar dhe ka nisur debati, fillimisht me fyerje të ndërsjellta dhe më pas deri në përdorimin e armëve të ftohta. Autori ka nxjerrë thikën dhe ka qelluar Isufin në zemër.